Papa I fundit, profecia e Nostradamusit. Kush prej jush ka lexuar kohët e fundit kanë shpërthyer. Të gjitha gazetat, revistat, madje edhe të gjitha portalet flasin për papën e fundit. Mund të jetë ky papa I fundit, pra ai që do zgjidhet? Ndiqeni këtë material, sepse ka disa gjëra të rëndësishme që dua të prek sot kundrejt asaj video që bëra para pak ditësh. Kush është rastësisht do t'i lutesh të bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Folëm për profecinë e Malakies. Profecinë e Malakies që ai thoshte, ose vizionet e tij, tregonin që ky papa, pra Papa Francesco, sepse të dhënat që ai kishte dhënë ishin pothuajse të sakta, që përpuqen me Papa Franceskun, ishin pothuajse eksakte. Dhe ajo që do t'ju them tani është shkon jo vetëm tej normales, por duke sikur lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Nostradamusit, nuk e di e keni para apo jo, apo e keni lexuar, në të gjitha portalet flitet për Nostradamusin dhe për profecinë e tij për papën e fundit. Normal që më kanë shkruar me qindra, me dhjetra, bile dhe emaile për të më thënë që të flas për këtë argument dhe unë dua të flas aq sa di. Pra nuk jam askushi, dua të nënvizoj këtë, nuk jam askushi, thjesht lexoj dhe hulumtoj dhe së bashku në diskutimet e përbashkëta ndoshta diçka zbulojmë. Atëre, unë para pak vitesh, nëse mbani mend, kam zbërthyer edhe një kuartet që quhen kështu ato të Nostradamusit ku flet për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Bile ai moment që flet aty është vërtet delikat, e gjeni edhe në për emisionet Enigma, pra në një nga kronikat e emisionit Enigma, por unë dua të them që sidoqoftë ato kuartinat e Nostradamusit janë për t'i deshifruar, sepse nuk është kaq e thjeshtë. Megjithatë, në sintezë, ai thot këtë. E kam këtu në një telefon tjetër dhe do t'ja u lexoj. Më falni që do syze sepse nuk lexoj. Atëre, kuartina e Nostradamusit është publikuar në vitin 1555. Do t'u them në italisht e pastaj do ta përkthejmë. Per la morte di un pontefice molto vecchio sarà eletto un romano di buona età. Di lui si dirà che indebolisce la sua sede, ma a lungo siederà in un'attività mordace. Do të thotë që pas papës sepse këtu kanë arritur studiuesit që tregojnë që pas papës së vjetër, kështu thot këtu, sepse duhet të dini që më përpara papat e mëparshëm vdisnin pothuaj të rinj, me një fjalë jo 88 vjeç. Dhe ka një çudi në këtë mes, sepse në qoftë se e keni vënë re, edhe data, ai numri I kartës së identitetit të Papa Franceskut, në qoftë se e keni vënë re, bile ja u sugjeroj që ta shihni këtë, është pikërisht fillon me 88, pastaj numrat e tjerë. Pra karta e identitetit, po flas ajo e tij, me fjalë e vendit ku ka lindur. Dhe është e çuditshme se si ai vdiq pikërisht 88 vjeç. Bile numrat që shkojnë më vonë janë numra, do t'ja u them, numri 88, ja ta gjejmë këtu, numri Papa Francesco, jam I pa përgatitur për këtë, Papa Francesco, numero tesserino, numero 88, ja të shohim se sa do na japi, sepse numri 88, la morte, e thot dhe Corriere, e ka thënë, Corriere della Sera, 88 vjeç, po ja një sekond, numri, ja një sekond, e gjeta, e kam këtu, po, ja ku është, do t'ja u tregoj tani, ku është fotografia, sepse duhet më tregoj fotografin, dhe thot që është numri I Papa Franceskut, më falni, por jam I pa përgatitur, si që thash, do t'a gjej atë, edhe ma tregoj këtu, po s'po e shikoj këtu edhe. Numrin që ai edhe të orës që ai vdiq, sepse përveç datës është edhe ora. Numri 88, ku drejqin e çoj. Po, ja ku e keni. Me një fjalë, është numri 88 dhe ora që ai vdiq. Me një fjalë, numri 88 që është sa vjeç vdiq, dhe ora 2, me një fjalë, numri I tij është I kartës së identitetit,
88-235. Ja ku e keni. 88-235. Dhe çuditërisht, po e bëj pak më të madhe, dhe ai vdiq në orën 2:35, pra 88 është mosha e tij dhe në orën 2:35. Normal që do kush do thotë është vetëm një koincidencë. Dakord. Okej, le ta zëm që është një rastësi, nuk ka problem. Por si ishte mundur që të jetë një rastësi dhe ajo që ka thënë Nostradamusi? Pra që do jetë një papa i vjetër dhe do thonë për të që për të riun, që pra ai që do vi, ai do zgjidhet një papa roman që është që nuk e bën mirë punën e tij, por do të jetë ai që do të sjell zi, si me pak fjalë. Pra, këtë thot në sintezë në italisht. Dhe e para gjeti, pra Nostradamusi gjeti vjetërsinë e papës që do zvendësohet. Pra papa vdiq, si shta i vjetri, vdiq dhe do zvendësohet me papa romanun. Pra papa roman. Tani dikush thot që është, siç u thash dhe më përpara, në videon e mëparshme, dikush thot që është një papa i zi. Dikush thot që është momenti. Tani, me fjalë momenti që do kaloj një situatë tepër e vështirë. Unë do t'i them se çfarë mendoj unë, sepse lexova qindra komente aty tek ajo video e mëparshme dhe shumë nga ju më pyesin nëse unë mund të them diçka. Ajo që mund të thuhet. Për mendimin tim, ne po kalojmë tani një moment delikat. Dhe kjo është e pa kundërshtueshme, sepse ne po e kalojmë një moment shumë delikat, financiar, shtetëror, kriza për luftë etj. Dhe unë mendoj që po sikur të jetë çdo gjë e programuar dhe të jetë e projektuar për një drejtim. Shiko, ju sugjeroj dhe ju them me shumë dashamirësi që çdo gjë vendoset nga besimet. Çdo gjë, kudo. Dhe normal që besimi më i fortë, më i, si më ta them, më që ndikon më shumë, është pikërisht ky. Pra, dhe unë do më falni se më duket se po mbaron bateria, një sekond. Sot kemi dhe po thoshja që është tepër e vështirë që ti të vendosësh sot se çfarë të duash ti, sepse janë pothuajse gjysma e botës që vendos pikërisht pra Vatikani. Kështu që më falni. Yes. Pra vendos Vatikani dhe në këtë rast them që sidoqoftë në një mënyrë apo në një tjetër i ka mbajtur ekuilibrat deri tani. Por me këtë situatë që po gjendemi në këtë periudhë, qoftë nga ana amerikanëve, Trumpi etj, nga ana e Rusisë apo nga ana e Evropës që është në pritje se çfarë do bëhet, pra e gjithë kjo situatë nuk është shumë e thjeshtë për ta mbajtur. Dhe unë jam i bindur që tej këtyre diskutimeve që bëjmë ne, pra nëse janë profeci që vërtetohen ose jo, situata është vërtet shumë delikate. Dhe unë dua t'ju pyes, si ishte mundur që e dinim që para shumë vitesh? Pra, ndoshta, siç ju thash, mund të jetë çdo gjë e projektuar, sepse duhet shkuar deri në atje ku duhet menduar dhe këtu dua të arrijë. Që mendimi im është ky që është situatë e ndërlikuar, por ne duhet shkojmë në vitin 2050 që të jemi në një shtet botëror, pra një rend botëror i ri i gjithanshëm, një shoqëri e vetme, një monedhë që është virtuale, një forcë politike, një ushtri, një çdo gjë dhe një gjuhë. Pra ne po shkojmë drejt asaj, por për të arritur në vitin 2050 duhet kaluar disa etapa, sepse disa shtete nuk janë dakord. Kina nuk është dakord, Rusia nuk është dakord, po ashtu edhe Afrika ka filluar tani kohët e fundit nuk është dakord, Amerika po ashtu, Evropa po ashtu. Pra situata është shumë e ndërlikuar dhe unë mendoj që papa që do vi, pra papa i ri,
edhe sikur mos tjetë me ngjyrë, nuk ka rëndësi. Por situata që është krijuar deri tani, pra ai nuk do të di se si duhet të vendosë, sepse siç ju thash, deri tani janë mbajtur ekuilibrat në një farë mënyre, por është tepër e vështirë ti mbash ekuilibrat në një moment shumë delikat. Dhe do dëshiroj edhe mendimin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Është e vërtet që është një moment delikat dhe shumë e përzier gjëja, dhe nëse do përzihen gjërat më shumë dhe shtetet më shumë, do jetë e thjesht sipas mendimit tuaj që të jetë një papa që të vendosë se si të dojë ai ose mund të mbajë ekuilibrin? Si thoni? Megjithatë, unë pres komentet tuaja, doja të nënvizoj edhe njëherë që profecitë e Nostradamusit nuk janë gjë tjetër veç se profecitë e Malakisë që ka thënë më përpara. Dhe unë besoj, sepse Nostradamus i erdhi më vonë, besoj që ai mori disa ide nga atje, ose kishte i erdhën disa vizione, si mund të quhet, që ishin pothuajse të njëjtat vizione me këtë, dhe vizione të tjera që nuk ngjasojnë me këtë të Malakijës, por sidoqoftë unë them që është vetëm një përsëritje e çfarë thuhesh më përpara. Dhe kjo më bën të mendoj që mundet që të jetë një pjesë e programuar. Ju si thoni? Pres komentet tuaja, hajde, ju përqafoj natën e mirë.